botën ku jetojmë ka përshtypjen që njerëzit gjithmonë më shumë, atë kjo duket edhe në ekspozitën bienale, po në përgjithësi në lëvizjet shoqërore, gjithmonë më shumë njerëzit e shohin politikën tek përmbajtja. Unë nuk e shoh me dorë mos përmbajtja, unë e shoh shumë edhe tek struktura, tek sintaksa. Ishte hera e parë kuptova rëndësinë e sintaksës, sepse në atë kohë thuash ato gjëra ashtu siç duheshin thënë, ishte kaq e kontrolluar përmbajtja e mënyrës se si do shpreheshin në mënyrë brenda normave dhe rregullave politike pa marrë asnjë risk, pa dalë nga ajo autostrada e kuptimit, Por nga ana tjetër kur e dëgjon fjalimet e asaj kohe sot, duken sikur ka diçka që nuk shkon në strukturën e gjuhës, sepse ishte një gjuhë që ishte shumë e të kurur brenda një sistemi që e përdorte politikisht. E njëjta gjë mund të thuhet edhe në vende që për shembull po të marrim rastin e Anglisë, rastin e aksenteve. Aksentet gjithmonë tregojnë jo vetëm prej ardhe, po tregojnë edhe ku je në një piramidën shoqërore, sidomos në disa vende më shumë se në të tjera. Pra, aksenti është pjesë e sintaksës, nuk është pjesë e përmbajtjes.